Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, këtë herë për të sjellur një mërzitje, një hatërmbetje që natën e mbrëmshme ndodhi në shtëpi. Vllau i madh, gocave të shtëpisë, ju dha një mundësi që të shijonin dhe të kalonin disa momente shumë të bukura, duke ndarë në suite një pijama party. Do thënë të gjithë gocat ishin të pozicionuara në suite, duke ngrënë, duke pirë nga një gotë verë dhe duke shijuar pafund momentin e tyre. Në pijama party, në shumicën e rasteve, gjesti futeshte ndonjëherë për të bërë atë ngacmimin e tij, por gjithsesi ai dëshironte që të krijon më shumë ambient. Për herë të parë kemi parë Rozanën edhe Gertën që po argëtoheshin mes njëra tjetrës dhe aty e kuptova që gjithçka ndodhen në kuadër të lojës. Më pas domethënë kemi parë edhe Danjën, Loredanën, Eglin, të gjithë vajza që ishin shumë të buzëqeshura dhe që po shijonin pa fund këtë moment, por kishte edhe një moment kyç ku çunat u futën brenda në këtë dhomë, konkretisht Jozi, Aldo, Kelly dhe Laerti, të cilët u munduan që të japi një spektakël. Jozi dha një spektakël të papar duke përdorur Loredanën, domethënë ai një tip sheiku që po tregonte trupin e tij e momente të këtilla duke përdorur Loredanën dhe në anën tjetër Laerti bëri namin. Laerti filloi që të tregohet nga një Metallica që përzjodhi të vishet, u shndrua në një, mund të them, night club nga ana e Laertit, i cili arriti deri tek pjesët më intime. Por gjithsesi gocat e shijuan pafund, por nuk e shijoi Gjesti. Gjatë momentit që Laerti po dhuronte spektaklin dhe gocat po shkriheshin së qeshuri me spektaklin që po dhuronte Laerti, Gjesti po e shikonte gadera dhe u mërzit shumë. Pse u mërzit Gjesti dhe pse Gjesti hyri që të lahet edhe nuk dëgjonte qoftë edhe rregullat e vllaut të madh kur vllau i madh i thonte kujdes mikrofonin. Gjesti, që atë kohës kur Laerti po bënte këtë gjën e madhe, që po bënte spektaklin, që po jepte vlerat e tjerë, Gjesti shikonte tek dera. Në momentin që Gjesti u tha të 5 gocave që hajdeni ta bëjmë një foto që ta kemi kujtim, gocat filluan duke bërë këtë të fortën, këtë interesanten që jo se do na e përdorësh, jo se do e marrësh për klikime, ti këtë qëllim ke, shumë gjëra të tjera. Në anën tjetër ishte Rozana, ajo që pa marrë parasysh gjithë debati që kishin, gjithë diskutimi që kishin, ishte Rozana ajo që thonte që ne duhet ta bëjmë këtë gjën me Gjestin, sepse e ka qef Gjesti që mos t'ia prishim, ndërsa Egli ishte krejtësisht kundër kësaj gjëje për të bërë me Gjestin, që në fund të ditës ishte vetëm një fotografi. Gjesti pasi e pa këtë spektaklin nga ana e Laertit, u mërzit shumë edhe iku tek tualeti. Atje mbushi vaskën me ujë, filloi që të lahet, filloi që të pinë bira dhe u acarua shumë, domethënë u mërzit tepër nga mënyra e veprimit dhe reagimit të Eglit. Por kjo gjë nuk është se e ndali Gjestin, ai më pas u vesh dhe ka qëndruar gjatë gjithë kohës vetëm tek sauna, duke folur me veten e tij, duke i quajtur banor kot, duke i quajtur njerëz intrigant, duke i quajtur gënjeshtar, duke i quajtur tradhtar, dhe kjo e bëri që Gjesti të krijonte energji të reja në veten e tij, sepse unë e kam thënë gjithmonë, Gjesti është tipi që kur mërzitet dëshiron që duke qëndruar vetëm të heqen mërzitjen e tij dhe sot të zgjohet me shumë energji të bukur. Nuk ma merr mendja që Egli e kuptoi këtë momentin se pse u mërzit Gjesti, domethënë unë kam arritur të kuptoj që ka dozë xhelozie te Gjesti, edhe pse Gjesti thotë që unë nuk e dua, nuk e preferoj, po nëse nuk e do dhe nuk e preferon një femër, nuk ke xhelozi. Këtu pak Gjesti është kontradiktor me veprimin dhe me mënyrën se si Gjesti flet, por gjithsesi këtu po shohim një dashuri të mundshme. Të gjithë janë me pikpyetje në qoftë se Gjesti do ta thyen kutinë e unazës, që unë sonte pres që ta the Jozi, por sot Gjesti ka nisur ditën me shumë pozitivitet dhe adrenalin me vajzat në shtëpi. Prandaj dua të marr mendimin tuaj në këtë video, si e shikoni ju mbrëm lojën e Laertit, që mua mu duk realisht e tepruar për një burr të 51 vjeçar, i cili po bënte ato skena brenda shtëpisë, që do të thënë u kap edhe për lusteri, imagjinoni çfarë spektakli ka dhënë Laerti.
Dhe në anën tjetër gjesti një djalë 24 vjeç që po vuante te dera dhe po shikonte të dashurin e tij si po kënaqej me trupin e Laertit. Dua komentet tuaja.